Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i Nismës Social-Demokrate në Kosovë, Fatmir Limaj, shpreson se do të reflektohet për ndërtimin e një shumice në parlament dhe qeveri. Sipas tij është parë mjaftueshëm ngërçi në kuvend dhe se tani po pret reflektim që të krijohet një shumicë në kuvend për formimin e qeverisë. Një gjë është e qartë, duhet të krijohet shumica parlamentare, e cila zgjedh edhe kuvendin dhe qeveri. Shpresoj që mjaftueshëm janë shparë dhe shtesësuar. Dhe po besoj që do të reflektohet nga ngadalë, do të ketë kapacitete për të ndërtuar një shumicë për të dhënë Kosovës një shumicë qeverisë, e cila reflektohet edhe në parlament edhe në qeveri. Pas dështimit të seancës konstituive, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj, kërkoi ndërhyrjen e presidentes Osmani. Sipas saj, ky hap është i nevojshëm për të zhbllokuar situatën. Ta duke e parë që zonja Haxhiu nuk i ka votat, po përsërisen me qenë si kandidate për kryeparlamentare zonja Haxhiu, dhe kjo po bëhet me qëllimin e bllokimit të konstituimit të kryesisë së kuvendit dhe zgjedhjes së kryesisë së kuvendit në fakt në kryetarëve, po edhe kryetares së parlamentit, që të mos kalojmë në fazën e dytë që është zgjedhja e qeverisë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon zgjedhjet parakoshme parlamentare që do të mbaheshin bashkë me zgjedhjet lokale në tetor. Vendit i duhet stabilitet afatgjatë politik që mund të sigurohet vetëm përmes mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare së bashku me ato lokale, apelojnë nga opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Sipas BDI-s, ky vendim do të krijojë hapësirë pa përballje zgjedhore dhe për disa vjet duke mundësuar elitave politike të hyjnë në procese të thella për shpëtimin e dosjes europiane të vendit dhe për kapjen e mundësisë së fundit për të rikthyer në rrugën europiane së bashku me Shqipërinë dhe Malin e Zi. Koalicioni i qeverisë vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut thotë se BDI ka frikë nga drejtësia, pasi çdo institucion ka shndruar në deg partie. Sipas saj, vlen është një qeveri për të zbatuar ndryshimin që shqiptarët e kërkuan me zë të lartë dhe nuk mund të ndalet derisa secili shqiptar të ndihet i lirë, i barabartë dhe me dinjitet në vendin e vet. Shumica e qeverisës e thotë se në tetor në zgjedhjet lokale vlen do t'i fitojë të gjitha komunat shqiptare. Kryetari i kuvendit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, nuk beson që ndryshimet në vlen ose ato në qeveri do të ndikojnë në stabilitetin e qeverisës dhe bëhet fjalë për zgjedhje lokale të ndryshme nga ato qendrore. Kryeparlamentari Gashi deklaroi se nuk do të ketë ndonjë ndryshim të madh në numrin e deputetëve dhe se shumica është e qëndrueshme. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut në opozit, Ziadin Sela, mohon takimet me kryeministrin Histre Miskovski. Në rast të një takimi të tillë, Sela thotë se do të bisedojë për çështjet me interes për shqiptarët, fillimisht votimin e ndryshimeve kushtetuese, çështjen e Shqipës, por dhe vendimarrjen në gjykatën kushtetuese me Badenter. Rreth këtyre kreu Aleancës fton të gjithë faktorin politik shqiptar në vend të bashkohen. Këto qëndrime Sela i bëri të ditur gjatë takimit me gazetarët në përvjetorin e 8-27 prillit, ngjarje së dhunshme në kuvend, nga e cila i rezultoi me lëndime serioze. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.